Bllokimi I zgjatur I ngushticës së Hormuzit po kthehet në një makt për kompanitë ajrore dhe aeroportet europiane. Në Itali, disa aeroporte, përfshirë atë në Brindisi, Venecia, Treviso e Bologna, kanë vendosur kufizime në karburantin për avion me qëllimin të sigurohen furnizime të mjaftueshme për fluturimet. Çmimi I karburantit për avionët në Europë ka tejkaluar $1.900 për ton, më shumë se 2 fish krahasuar me fundin e shkurtit, duke rritur kostot operative deri në 50% për disa kompani. Shumë linja ajrore europiane kanë siguruar furnizime për muajt e ardhshëm, por disa prej tyre janë të jetë ekspozuara ndaj rritjes së çmimeve dhe mungesës fizike të karburantit. Për këtë arsye, kompani si Lufthansa po përgatiten për reduktim të fluturimeve. Giganti Gjermani I aviacionit civil mund të ulë midis majit dhe korrikut numrin e fluturimeve në 100 apo 200 fluturime në ditë, e të lërë në tokë 20 deri në 40 avion. Edhe linjat ajrore amerikane dhe aziatike po marrin masa të ngjashme. Ekspertët paralajmërojnë se çdo përshkallëzim I konfliktit rrezikon të krijojë një krizë operative, e cila nuk mund të zgjidhet vetëm me kontrata financiare. Ndërkohë, Europës I mungojnë të dhëna të sakta për sasinë e karburantit të disponueshëm dhe kapacitetin e rafinerive. Situata e krijuar ka nxitur mbajtjen e një samiti urgjent në Bruksel të mërkurën, ku zyrtarët e Komisionit Evropian do takohen me përfaqësuesit e transportit ajror për të diskutuar furnizimet me karburant dhe marrjen e masave urgjente.